Moderatori ikonik i Fix Fare me imazhin e të cilit janë rritur disa breze agenti Pietri festoi 52 vjetorin e tij. Një ditëlindje që ashtu si ajo e vitit të kaluar e gjeti larg ekranit dhe vëmendjes së publikut në një lloj harrese, pikërisht aty ku ai nuk do ta kishte dëshiruar kurrë, larg shikuesve dhe televizionit që e deshi dhe i dha kaq shumë. Ndërsa urimet nuk munguan në rrjetet e tij sociale, reagimi i Gentit ishte i papritur. Ai shpreu hapur zhgënjimin ndaj atyre që dikur i quante kolegë dhe miq, por që sot, sipas tij, mungojnë, pikërisht në momentet kur prania e tyre do të kishte më shumë vlerë. Genti kujton se edhe në periudhat më të vështira të jetës së tij, përfshir humbjen e babait, shumë prej atyre që dikur i kishte pranë nuk u shfaqën asfund, duke e lënë vetëm dhe në momentet kur njeriu ka nevojë për njerëz dhe miq me të cilët dikur kanë ndarë problemet dhe gëzimet e tij. Nuk ma dhuroja fali njeri emrin a famën, Zoti më dhuroi humor e zë dhe unë e dash, se s'kan dashur me mpa mirë, është puna e tyre, jo e imja. S'më ka dëgjuar ndonjëherë emri, për nga trestar, shefgjill, apo qenë ngacmues përkundrazi, se di si kam vjetuar për ata që se din, me vite më kanë hapur gropën ata që i quaja koleg, miq i thoja, por vrapin e kishin të lehtë, si pash në krakur, më flasin për respekt, si pash në derë të shtëpisë kur i mat ndërroi jetë. Kjo është miqësia dhe respekti, shkruan ai. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.